Kryeministri i vendit Edi Rama ka organizuar këtë shtunë në bashkinë e qytetit të Durrësit një takim me banorët që preken drejt për drejt nga projekti i tij. Bëhet fjalë për 74 familje që do të shpronsohen me qëllim rrjedhimin e bulevardit historik Epidam. Prej ditësh banorët protestojnë duke u shprehur kundër bonusit të qeras që bashkia ka planifikuar për banorët pas shpronsimit, një fond prej 350 milion lekësh. Banorët janë kundër marrjes së banesave nga shteti dhe mos sigurimit nga ana tyre të një tjetër qëtije, me vlerën e sotme të tregut në Durrës që është shumë i lartë. Pas përfundimit të takimit, në një deklaratë për mediat, Rama u shpreh se është arritur dakordësia me 34 familje që kundërshtojnë projektin. Për sa i përket projektit, kreu i qeverisë theksoi se ai nuk do të ndalet, por do të ketë verifikime për disa objekte që mund të kenë vlerë të trashëgimisë kulturore. Prishi do të ketë, theksoi ai, projekti nuk do të ndalet, por duhet një verifikim për disa shtëpi që mund të kenë vlera kulturore. Janë dhe disa prona që nuk kanë marrë hipotek edhe pse janë atje prej kohësh. Kemi rënë dakord dhe se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore, qoftë me disa variante për shpronsimin dhe shpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty prej shumë vitesh. Kështu që këto janë dy problematika që do t'i shohim.